Një situatë që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave, por që tani po merr një kthes të papritur. A është kjo një histori dashurie e vërtet apo thjesht një misi e zakonshme? Aludimet për një lidhje romantike mes Brigena Selmanit dhe reperit Majt kanë shkaktuar diskutime në rrjetet sociale. Të dy artistët janë në qendër të vëmendjes, por çfarë ndodh realisht mes tyre? Gazetari i njohur Miftar Zeinullahu në emisionin Ora 7 ka hedhur poshtë këto spekulime. Ai ka deklaruar se ka kontaktuar me Mike, i cili e ka mohuar çdo lidhje romantike me Brigenën. Kjo ka sjell një qetësim për fansët. Zeinullahu theksoi se Mike i ka thënë se Brigena është vetëm shoqe. Videoja që qarkulloi në rrjet, ku dyshe shfaqet duke pirë kafe, ishte thjesht një moment miqësor. Megjithatë, kjo situatë ka ngjallur më shumë kurreshtje. A munden dy artistë të jenë vetëm miq? Kjo pyetje mbetet e hapur dhe vazhdon të diskutohet gjerësisht nga fansat e tyre. Brigena dhe Mike janë figura të njohura në skenën muzikore dhe mediatike të Kosovës. Të dy kanë ndjekës të shumë dhe çdo lëvizje e tyre është e vërejtur me kujdes nga të gjithë. Kjo situatë ka sjellë rritje të interesit për jetën e tyre. Edhe pse u mohua, fansat vazhdojnë të spekulojnë. Kjo tregon se si fama dhe jetët personale shpesh përzihen, duke krijuar kurreshtje te publiku. Ndërkohë, mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet kjo histori në të ardhmen. Vetët koha do ta tregojë, por për momentin, fansat duhet të presin për më shumë zhvillime të reja.